Familja Ellisonte është e relaksuar pa mase pak ore me pare Luizi dhe Kiara i prezantuan Lunushit dy anëtarët e rinj, dy papagaj cift me emrin Lulu dhe Luki, një i verdhë me kokët e kuqe dhe një jeshil me kokët e kuqeketa do jenë shërmuesit të shtëpisë. U shpreh cifti Elli këta papagaj janë raca me e dashur dhe me e zgjuar e papagajeve, por shumë e miqësor për fëmijët. Një fenomen që Lunushi vrehu ishte se papagajt ju duken loder, ajo filloi të qeshte e të gezonte në ambientin e shtëpisë, por kur i hapi kafazin ata fluturuan nëpër dhome, por babi Luizi u kujdes t'i kthente ata në kafazin e tyre dhe që nga ai moment Lunushi nuk qeshi me ajo, i shikon me habi që si keta shpend kaq të vegjël fluturojnë pa drejtimin e saj. Prindrit Elli i kanë shpjeguar të voglës së tyre që keta nuk janë loder por shpente. Vërtet ajo i sheh ata me shumë qejf e dëshire, por ka frikën se fluturojnë. Familja Elli ka një fundjavë të bukur përpara, por në shoqërinë e dy antarëve të rinj që do zhurmojnë jo vetëm shtëpinë, por gjithë lagjen, e po këta janë papagallët e Lunushit t'i gezoj. I urojmë mirësjellje pjesëtarëve me të rinj të familjes Elli që gjithmonë ka treguar dashuri ndaj fshatit natyrës dhe kafeshëve kohë, po tregohet akoma me shumë e përkushtuar ndaj tyre në një fundjavë sa të këndshme pranë njëri tjetrit. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.